Tani çfarë ndodh tjetër me politikën shqiptare? Më thënë që për Manastiriun që futi Rama atje do për ta djegur, më keq do ketë fat më të keq ajo. Kush do jetë në një kurban tjetër? Se ka bërë libër në kurbanit ai, do bëj shumë kurbane. Shikoj tani këtu, mua më dhimbse kjo Manastiriu kur qau atje. Nuk ishin lot gëzimi ato, ishin lot o zoti i madh. Ma futi dhe mua, e kupton? Nësa më e zgjuar është treguar kjo, o zoti i madh. Më e zgjuar është treguar kjo tabaku. E kupton? Se hëngri atë. Më kur ma kujton atë ditë. O zoti i madh, e kam parasysh. O zoti i madh. Çfarë do bëj tani? Kështu do bësh Shqipëria, gjëra do vizin bukur. Unë dhash një lajm sot. Kur i than që ti do jesh kandidate për kryetar bashkie. Çau na gëzimi more. Vetëm lot gëzimi nuk ishin ato. Nuk i pas për lot gëzimi ato. Je dakord me mua? Nuk ka, jo, thash kot e. S'është vërtet domethënë që do ta haj ajo. Po hëngri ajo më ajo të haj më kënj na Rovelia, më ka qenë 2 herë ministre ajo. Ka ca zullume, ka bërë ca zullume ajo. Jo të nxjerrin usallarët. Pa ka tjetër në një tjetër nga këto që do të jetë kurban tjetër, në emër tjetër. Shiko, unë nuk mund të them të shtrirje më tutje, meqense kemi këto zgjedhjet në bashki, PD-ja nuk e di kur nxjerr, po unë kam propozuar për të PD-ja, ta them në media këtu. Fëmër me fëmër. Është kjo, kokë, grua me grua. Dhe unë kam propozuar, e ta dëgjoj mirë Sali Berisha këtë dhe strukturat e Partisë Demokratike, edhe ju aleatët e Partisë Demokratike. Zgjidhni kandidaturës Grita Duman. Ma Grita është bo kështu tani. Shomene është bo moderatore, gazetare. Të lutem shumë tani, e ka në dorë Saljani atë. Po të flasin atë, komunikojnë Saljani me atë, e bëjnë zgjidhjen ata. Si ka ndorë, ti flasin vesh? E mo ti flasin në vesh, a di unë një vend tjetër, a di unë tani, nuk di mos më katro sektore të tjera tani. Ti frydo më. Po. Ti frydo. Shiko, unë me Saljani. Grita Duman më këtë ishte kok. Me Manastiriun, e vuri ajo atë. E vuri ajo atë. Po tani kur ti e dhe se çfarë do ndodhë, kush do të jetë fundi i Manastiriut, domosdoshmërisht do të fitojë. Ora, ajo ndoshta do fitojë, po do ketë fatin më të hitur nga Rovelia. Mund ta djegi para kohës, do dalin letra, do dalin dokumenta, edhe Grita Duman del kështu automatikisht, siç u zgjodha unë president. Do dënohet ky Rovelia? Shiko. Ai ka mëkate. Ka mëkate. Dhe unë ta thash një gjë, unë 50% këtu, si e the atë emrin ti për mua? 50% ai Nesta Andoni, 50% për atë, po Nesta Andoni. Kam punuar fort të posun. Ki parasysh një gjë. Shteti shqiptar më do shumë mua. Edhe politika shqiptare mua që më krijon hapësira më do shumë. Sepse te mua shikon një njeri të vërtet. Dhe kur flas unë, usallarët e shtetit shqiptar dhe strukturat e shtetit mbajnë shënime. Hapim bllokun dhe mbaj shënim. Ky do jetë emisioni më shikuar pra nga këta, Nuk e di unë tani. Unë të thash që mbajnë shënim ata. Agallarët. Të gjithë more. Edhe ustallarët, gjithë. Po ju ustallar me usallesha me do mbaj shënim ata. Edhe kur flas unë, flet Zoti dhe flet një burr i ndershëm dhe patriot. Pavarësisht se në Shqipëri janë ndërtuar gjëra tu që të thuash në Shqipëri që je burr i ndershëm dhe patriot, të quajnë budalla. Sa mirë ndihem kur më thon budalla. Ka fjalë më të bukur, por kur më thon gomar, sa e bukur. Gomarin amerikanët e kanë të shenjtë mua. Nëse kanë gomarin këtu, e kupton, japim gjëmba atje, ngarkojmë se ti. E kupton? Ndihem mirë kur thon gomar, more. Budalla, ndihem mirë, more. O sa më kënaqin, o Zoti i Madh. Ju du fort për Zotin, ju du fort. Edhe vazhdoni, më shani sa më shumë. Jepni. Kënaquni. Jo, jepë këtu. Jepë këtu. Nuk e di. Tu realisht ta them që pajtohemi 100%. Normal, more. Pajtohemi 100% se unë them se çdo kush ka atë. Nuk jemi aq të cegët në atë kuptimin tonë, në atë kapllëqen tonë të trurit. Shikoj. Edhe qëndrojmë tek ajo dhe themi gjithmonë me gisht, ti në gjithë bisedën që po bëjmë ne, sado që ke fakte, ke argumente, prapë qëndrohesh shumë i rezervuar dhe i kujdesshëm për të folur për dikën. Shqiptarit njerëzit në një shprehje, në diçka që e thot çdo kush, që më thon çdo kush. Ndoshta një çike rënd. Direkt fam. Është çike rënd, por duhet të thënë sa gjëra të bërt. Mua më ka rënë pjesë të them këto gjëra. Të pyetë një shqiptar ose një shqiptare, nga vjen, do si vin ajo ose ai. Detyra tënde është të japësh të sakta si vin. Nga vjen, ku je, qysh tek atë, se biografinë ta bëjnë ustallar dheustalleshat.
Nuk e di që se jemi qartë. Kaloj mesazhi? Kaloj. Kështu që do ja për sak, po biografinë do vend tjetër. E bën ustallar, biografinë e bën ustallar, biografinë janë bën ustallar shumë. Le tani, jo, shiko, le të jenë more. Jo, le të jenë, prapë se ne se kemi tani kemi veten, çdo kush që mendoj, çdo kush e ka me veten. Por ec vëlla, jepi drejtim, mos jepi. Vazhdoni jepi, komplimentoni. Puna juaj ajo, unë e di destinacionin ku do mbrej. Pra këto, po i morë seriozisht i bie që të jenë pengesa për rrugtimin. Ata pengojnë vetën gjatë rrugës. Shiko, Tasim Mehmeti në përgjithësi burrat e fort, unë i karakterizoj ose i etiketoj ose po gjej një krahasim luanër. Luan lufton vetëm. Hienat luftojnë në grup. Edhe hiena Shqipëria ka shumë. Po ka dalë të ti. E kupton, Luani nuk e i trëmte, i bën, nuk i shqyje, nuk i bën, nuk jep mesazhe në formën e tyre, po e kapën, se kapën. Pastaj të ti, dhe ata alirën dhe ufot, do bëjnë i punë dhe ata. Shko, po na vinë shumë emigrant tani nga shtetet arabe, nga këto. Edhe ata do punojnë dhe ata, apo jo, po bie një vizion, po bie një kulturë. Ata bëjnë Shqipërinë. Shkotan, dalim edhe këtu. Jo, dalim këtu vetëm prit një moment. Vetëm se do rikthehemi prapë tek ajo, të ketë çështje ta shpjegojmë pak atë çështjen e alienëve dhe ufove. Një sekondë tani prit një moment këtu të nxjerr diçka. Po tani s'më pyetjen, pra para se të kalosh. Nga politikanë shqiptar ose nga këta njerëz që kanë pasur mundësi dhe pushtete, kanë punuar për çështjen çame. Po fal. Jo tani këtu. Çamërin unë ta thash. Edi Rama po fillon në formën e tij po punon, por punë konkrete ka bërë Aleksandar Meksi, ta ruaj Zoti të ketë jetë. Edi Rama në formën e tij ka tjetër strategji Edi Rama. Kështu që kjo është harta e Shqipërisë etnike. 7 republikat shqiptare, Shqipëria 1, Kosova 2, Çamëria së shpejti, 7 shtete do quhet Shtetet e Bashkuara të Shqipërisë. Do ndodhë kjo? Po do ndodhë kjo, more. Dhe do të them diçka. Kombi shqiptar rrethohet në kufi na Çamëria këtej me shqiptar, çam ortodoks, çam shqiptar, këto janë tokat Çamërisë, ato janë shtëpitë, janë gjurmët atje. Ashtu. Futemi këtej nga Malizi, kjo Ulqini, Tuzi, këtu kjo pjesa e Malësisë do bëhet shtet me vete dhe kjo. Futemi nga Medvegja e Bujanoci, këtej rrugën e Preshevës, do bëhet shtet me vete dhe ajo. Kosova është. Nga Malizi këtej, kjo Tetova këto, do marrë që nga Dibra këtej, Dibre madhe, Dibre vogël e këto. Gjithat po lëvizin. Shko, unë po e them këtë dhe unë e di që ju jeni shumë patriotë dhe nuk jeni për ndryshim kufish. Do ketë ndryshim kufi dhe do ndodhi asociacioni. Ju kërkoni që qeverisni tërkohën. Ju niprit dhe mbesat e një rogjës se kanë marrë porosi ju të majtët. Amerika ka 50 shtete sot. Edhe kur e kam shkel Amerikën, ke shtete republikane, ke shtete sociale, ke gjitha gjërat. Çamëria duhet është në Europë, është në Këshillin e Evropës, Bashkimin Evropian, është në KB. Janë trupat e NATO-s amerikane, i ka në territorin e Çamërisë brenda. Filloni nga Çamëria, mo, njifeni, pse tremeni, more? Ore shekull jon, more. Europa iku. E pse ta Trumpi e kanë mbush me refugjata. I ka hapur kufita. Goshën nga ata do haj Europa. Sepse do të po flas çik tepër, Europa kristiane do barazoj tani 50% muslimane, 50% kristiane. Punojnë ustallarët.